Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Organizata apo shoqata që ne e njohim në Kosovë dhe në përgjithësi në Ballkan, shoqata Nana Terez, një organizatë që kishte luajtur rol të jashtëzakonshëm në të gjitha etapat e ndryshme historike të Kosovës, që nga koha e para luftës, pastaj në kohën e asaj që ndodhi gjatë luftës, por edhe në pjesën pas vitit 1999, kur ishte koha e kthimit të madh dhe rindërtimit. Gjithashtu, do të flasim për rolin e shoqatës edhe pas pavarësisë dhe në etapat. Kush ishte shoqata? Kush është? Si ka funksionuar? Dhe cila është sot kjo shoqatë dhe cila është detyra dhe roli që po funksionon? Unë kam deri sot të bashkëbisedoj një diskutim të jashtëzakonshëm për historinë e shoqatës Nana Terez me zotin Zef Shala, kryetari i shoqatës. Zoti Shala, faleminderit shumë që ke ardhur. Kënaqësia është edhe imja. Faleminderit. Janë shumë mirë me diskutu, me bashkëbisedu për një temë, e thash, të jashtëzakonshme, që shumë gjenerata, tash sidomos treja, që kanë lind edhe pas luftës në Kosovë, edhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, janë gjenerata të reja. Nuk e kanë memorien e asaj se çfarë ka ndodhur në 99-ën, vitet e 90-ta, 80-90 e deri në kohën e luftës. Ajo që është shumë e rëndësishme që shoqata Nana Terez ka luajtur rëndësi të jashtëzakonshme. Ndoshta për fillim, më na shpjegu pak etapën e themelimit të shoqatës. Kur ka ndodhur përfaqja në publik dhe motivi pse ndodhi kjo? Faleminderit shumë për ftesën. Na e kena thujt ato rrethanat shoqërore, historike, politike që erdhën deri te formimi i shoqatës Nana Terez. Në viteve 90 ajo dini se është suprimu edhe ajo autonomi e Kosovës, që ishte pjesë e Jugosllavisë, pra po shteti serb me dhonë, e dini që është pa dhe shteti jonë me 2 korrike me 7 shtator, që u shpallën institucionet tona të mundu me rujt atë subjektivitet, por ishte në atë kohë e kot, dhe si pasoj e kësaj pune, dikun 150.000 të punësuar atëherë në institucionet publike ma shumë, u përjashton me dhonë nga puna. Dhe kjo ishte si vazhdimësi e krijimit edhe të 2 institucioneve të tjera paralel me shoqatën. E para ishte Lidhja Demokratike e Kosovës me Ibrahim Rogovën, e dyta ishte Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, dhe kjo shoqata humanitare bamirëse e Kosovës Nana Terez. 3 institucione paralele, legjitime para opinionit ndërkombëtar, sepse ishim të regjistruar në Jugosllavi, në atë sistemin e vjetë e Jugoslav. Prandaj këto gjeneratat e reja me arsye përmendën se vitin 90 mi përmend, nuk e din se çka ka ndodhur, pra arsyeja kryesore ka qenë kjo. Shurja e autonomisë, largimi me dhonë nga puna e 150.000 vete. Çka ndodhi? Iniciativa për themelimin e kësaj ka filluar nga krerët, nga njerëzit më të njoftën të institucionet të ndryshme të atëhershme. Por gjenezën e ka nga Kisha Katolike, gjithsesi nga i pershmi atëhershëm i Zot Nik Prela, i cili ka qenë i pershëm në Ferizaj, dhe kësaj iniciative ju ka bashkangjit tani arqipeshvi i Tivarit ose prifti i Kishës Katolike në Prishtinë, Don Zev Gashi, dhe biografi i gjitha konave të Nanës Tereze, Don Lur Gjergji. Këta 3 me disa aktivistë vetë ngusht e kanë nisë një iniciativë me themeluar një institucion humanitar. Unë e kam në listën të 127 themeluesve, 127 veç të më janë emra të ndryshëm tu, mund m'ja vlon edhe juve për arhiv, sepse kjo iniciativë u legjitimu me 10 maj 1990 në amfiteatrin e Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës atëhershme, gjithsesi ashtu Universitetit të Kosovës. Dhe ky themelim u dasht me pak çfarë emri më dhon. Nuk e patën vështirë sepse vitin 79 Nana Terez mori çmimin Nobel për paqe dhe ja qellun emrin e saj, pikërisht u themelu kjo shoqat. Për të themelu, për të vepru, u dasht me pas një lloj statuti. Statutin e atëhershëm e kanë bërë krerët
e njerëzve më eminent të shkencës, të institucionit të historisë, të kohës në Krye Tadeu Rodiçi, që për përmendjen e emër, si ka qenë ata gjyqtar në gjykatën supreme të Kosovës, në atë si njës, dhe shumë njerëz juristë, Fatmir Femiu e shumë të tjerë njerëz të asaj kohe, kanë marrë statut që shoqata nëntreze është institucion humanitar vullnetar. Jo nacional, jo religios, jo fetar, jo ngjyrë, jo racë, por për të gjithë. Sepse veprimi i Nanës Tereze në atë kohë në botë ishte i tillë dhe ne u mundu me marrë një pjesë të veprimit të saj, jo këtë çka ka bënë në botë. Ata din këtë bota, ne u mundu me marrë këtë temë. Dhe pikërisht e shkruam në statut që na u aprovu në Ministrinë atëshme të pushtetit në Beograd në Jugosllavi dhe u bën regjistrimi. Çka na dashtën vullnetarët. Do thotë si organizatë vullnetare. E fillum me të madhe, me shpejt e fillum aktivitetin këtë Kosovën për një kohë shkurt për vitin 90-92. E fillum me këtë Kosovën i formum dikun 44 deg, me 636 në ndeg që i bi fshatrat, dhe nuk mjaftuam kaq sepse ishim tu vorfnuna, nuk ishim tu pasunu e mi mojt ata që ka nevoj, por u vorfnum në ata që pasha. Duke u keqsu. Për këtë arsye dulim edhe jashtë Kosovën në vendet në evropiane ku ishin shqiptarët. Dhe pikërisht për një kohë shumë shkurt paralel, kemi formuar 38 deg jashtë Kosovës, në Zvicër, në Gjermani, në Evropë, fjala, edhe në Amerikë atje. Pra, u bën një konglomerat i degve, një organizim i jashtëzakonshëm me 7200 vullnetarë. 7200 vullnetarë në këtë drejtim. Qendra, deg, nëndeg, diaspora, tjera. Por, aksionet fillon, i para ka qenë familja ndihmon familjen. Aksioni parë, që njihet zyrtar. Që njihet zyrtar, familja ndihmon familjen. 90, familja ndihmon familjen. Shumë për shkak të nisë kodë të imau. Që të mas mati. Pa ma kur tu se me lu deg, aksionet u vazhdojshin. Kjo familja ndihmon familjen me zbërthy i bjen edhe me pak ushqimore, edhe me pak ushqimore, veshmathje, ushqim, higjen, diçka me majt familjen. Dhe ky aksion u shkrin në këtë Kosovën. Por me qenë se vorfnia i rokin gjitha anë, nuk mjaftuan që në Kosovë të ndihmoj familjen, hajtë ta provojmë fshatin, qytetin. Hajtë ta shumë Prishtina, a mund minimum Malishevës, a mund minimum Vushtris, a mund të Kaçaniku në venet, mas vetë vartë nga kështu me shekuj. Ka funksionu që kjo në atë kohë, sa ka arrit me pas humanitet? Në fukarallak jenë ato thonë, tash fatkeqësisht, në gjendjen e keqe ekonomike. Ish motoja jonë, aty ku njeri është në rrezik, aty jemi ne. Dhe besoni që prej asaj kohe, edhe deri mas ju kry lufta, as një njeri në Kosovë nuk ka vdek për bukë. Kjo është e arritur e jashtëzakonshme. Lufta plumi e ka bot vetën, se kanë dalë njerëzit me luftu, dhe luftë. Por në rrethonat të varfërisë, në të fol në rrethonat Bukës, do thot as një njeri nuk ka vdek. Ju ka shty gjendje, ju ka përkesu disa ditë, por shumë shpejt është arhatu. E fillum këtë punë, qytetin u hargjitën gjonat, shumë shpejt, 91-92 u lodhëm. Dulim jashtë, edhe diaspora kishte jo problem, po ishte pa moshme sepse filloi aksioni mi ndihmuar arsimtar, 3% e tjera problem. Shumë çështje. Shumë çështje të mëdha të cilat kishte zor mi përtheku. Dhe dulem, si thojnë populli me shtridorën jashtë, te institucione ndërkombëtare. Institucioni i parë ndërkombëtar që ka ndihmuar Kosovën është Karitasi i Vjenës. Karitasi i Vjenës, në Nën Terezë për herë parë si e kanë ndihmuar, si organizatë ndërkombëtare. Sepse Vjena i ka 9 lande, i thonë sikur më thonë 9 regjone. E 9 region ishte Vjena. E Karitasi i Vjenës është i pari
në botë që ka qelë derën martën në shoqëror. Që historik që mund të jetë edhe në historinë Si donatori i parë parë. ndërkombëtar për Kosovën. Është zonjusha Marion Fake, du me përmend emrin, sepse ajo kishte punu në kohën e ish Jugosllavisë në Beograd, sepse baba i saj kishte qenë ambasador i Austrisë në ish Jugosllavi. Kjo rrit në rrethon aty, kam mësuar gjuhën serbokrate. Kur kanë dëgju, i ka ditë se çfarë citat e ka ditë situatën. nuk ka prit. Asnjë moment ka ardhur. Me të kthyer në Austri, me njëherë 13 karitase evropiane ja kanë mësuar Kosovës. Prej nishit të bon 13. Prej Karitasit Vienës, U ajo bon 13. ato vetëm të Austrisë apo dhe Karitasit Jo, ndërkombëtare? duli Karitasi Belgjikës, Karitasi Italisë, Karitasi Luksemburgut, dulën shtetet. 13 Dulën sipërfaqe, e dulën ponjët. sipërfaqe. E qartë. Por edhe kjo nuk ishte aq mjaftueshme, u dashte edhe në Amerikë. Në Amerikë është shumë interesant, është një personalitet i veçantë që ka vdek, Terry Heselius, ka qenë kryetar i shoqatës Mercy Corps International. Ai si institucion ka qenë i mbështetur prej qeverisë amerikane. Ajni edhe Catholic Relief Services, i bjen shoqatë katolike për ndihmë, 2 institucione amerikane që kanë ardhur më njëherë pas Karitaseve në Kosovë, sepse amerikanët më njëherë i kanë dhënë vintillat për me pa situatën se çka të ndodhë. Kjo ka ndodhur në vitet e para. Ndodhi problematika e shëndetësisë. Çka me bon, në spital më shku, u bllokon tanon me pagu, nuk pas sigurim, punëtorët jashtë punës, kishin mjek këtu. Iniciativën për themelimin e shërbimit shëndetësor ka dhënë doktor Gani Demolli, një personalitet shumë i veçantë, e që kam gjetë mbështetjen nga profesor Anton Qeta. Anton Qeta ka qenë nismetari bashkë me doktor Gani Demollin me i hap ambulanta tash në këtë Kosovën. I formum në degë të në ndegë në këtë Kosovën, shërbimi shëndetësor. Ndalëm për nëse nga ajo, le të themi pjesa të jashtëzakonshme të gjitha këto informata, nga pjesa e parë të aspekti për bukë, nevoja për bukë fillimisht. Familja ndihmon familjen, qyteti qytetin, fshati fshatin, edhe dulën pak në arenën ndërkombëtare, tash na dul një problem tjetër, aspekti shëndetësor, që është shumë i rëndësishëm. S'ka shërbime, ku me shku, njerëz me marrë shërbime. Të gjithë mjekët, të cilët kanë qenë atëherë në institucionet e spitalit, e ambulantave ish shtetënore, këtë u kanë bashkangjit një akcioni, dhe doktor Gani Demolli, për një kohë shumë shkurt, 96 ambulanta, klinika... Në nivel Kosovë. Nivel Kosovë, tash po flasim. 96, me 1850 mjekë. Tash, në kuadrë të kësaj sigme, ndodhi aja që sot është hendikosi. Halit Ferizi është një personalitet nga Vështia, që ka qenë edhe deputet, nëse zgabon në kuvendin e Kosovës. Por është një smetar që e na krijum një departament në veti, brenda shërbimit shëndetësor të shoqatës Nën Terezës janë mbredh. Pra shërbimi shëndetësor, filloi një departament për të hendikepuarit. Dhe Halit Ferizi ishte një smetar i saj dhe në këtë Kosovën, ku i kishim degët, na, ose ku ishin ambulantat, e bonë dhe ka një shërbim aty mrena, për hendikepuarit. Për të hendikepuarit, dhe kjo emër u vendos hendikosi këto. Hendikosi, pjesë e shoqatës Nën Terezës. E qartë. Tash, lindën problemet me fëmijë, veçantë, fëmijë. Vjosa Dobrona, si personalitet i veçantë, në kuadrë shoqatës Nën Terezës në atë fort, gjithherë, e nis iniciativën me i formu grupet me vepru tash bile për gra. Më morë me shërbimet në veçanta për gra si pjesë e shëndetësisë. Lindi çështja e fëmijëve, Flora Dobrona, por Flora Brovina. Flora Brovina pastaj. E mor bajrakun ta quajmë të aktivitetit për mbrojtjen e fëmijëve. Dhe ne faktikisht u stabilizuam në atë kuptimin institucional si shoqat, u bëm si mini qeveri në veprim. Absolutisht. Sepse shëndetësia, arsimi, edukimi, humaniteti, socialja, krejt ishin qatë. Pra, 7200 vullnetar andej, 1800 mjekë motra knej, u bon 9000 vetë. Armat, qeverine, miniatur. Kur u banën gjitha këto shërbime, kur fillun problemet me dalë në skenë çdo herë, ta quajmë
aksioni për mbrojtjen ndaj varioles, lija. 94-95 në të fultash. Erdhëm të një vit pak masi, që në atë kohë, në atë kohë që ne kishim dikun 450.000 njerëz për ushqim. 450.000 fryma. Për mjeke, për motas, po flasë ka qenë shërbime ditore në përket ambulantat e Kosovës. Ka ndalë aksioni për me zbulu smunjën e linjës, se njëse njerëzët mu smu më të keqe, erdhen institucionet shëndetësore botnore, këtë mjekët e botës, mjekët pa kufi. Me zbulu me identifikuar më shëru. Aktiviteti ynë, tash u bëm bashk, edhe aktivistat vullnetarët atje, edhe shërbimi shëndetësor, edhe handikepi, edhe fëmijët, edhe gratë, u bën një ekip i yni për me zbulu dhe me shëru variolen, lijen. Për 2 vite, 50.000 fëmijë le që janë shëru, por janë zbulu që kanë lind në shtëpi pa identitet, pa letë njoftim, pa dokument. 50.000 janë fjallë në të folë për 50.000 vetë, jo për 505.000. A me qato dokumenta që i banë në bashkësinë ndërkombëtare, sot ata fëmijë e kanë dokumentin e tyre, janë të legjitimu. Faktikisht. Tash në tjetra, se jina hala të shëndetësia dhe të një gjende hala pa shku të lufta. Shaban Sfirca është një personalitet i veçant i qashtës si dhurus, si donator i veçant i qashtës së shëndetësisë. Në shtëpinë e tij, në kodet të trima, është formu ambulanta parë në ku doktor Gani Demolli ka pas ekipin edhe prej aty ka koordinu me këtë Kosovën. Me një takim që kanë pas të rastit me Shaban Sfircën, doktor Gani Demolli e të tjerë, Anton Qeta i drejtohet Shaban Sfircës, thotë zoti Shaban. Po të shoh se ki vullnet me ndihmu, të kisha lut, mrena një kohë shumë shkurt, ma bani edhe 1-2 dhoma të veçanta për maternitet. Edhe ky me një fjalë vetë, ato zot janë të ty, ato të mbuke Kosovës, po të ngajune. Ai i përmbledh forcat e veta, me djemt e vet, edhe ban një objekt prej 170 metra katror, sot është objekt i gjallë, mrena vitit e ka bën të gatshëm, edhe e thret Anton Qetën, thotë, zot Anton, objekti është i gatshëm. Shoqata Nona Tereze me klubin shqiptar-amerikan në Amerikë, me Elliot Engellin, e Gjevalin Gegen, shumë aktivistat atjet, e kena apru pajiset e maternitetit në shtëpin e Shaban Sfircës. Po shtëpia e parë nëna. Nëna shtëpia aja ishte, por materniteti 95. Dhe aty këtë erdhen Sedullah Hoxha, Mota Bedrije Berisha, Saadete Mekuli, dojena e shëndetësisë, ata ishin personat përgjegjës për maternitet. Kretë ginekologët më të njoftën që ishin shkepër në përvendet të ndryshme në për Kosovës, kanë ardhur dhe kanë punu falë. 95, 97, 13.600 fëmijë të lindun. Asnjë fëmijë s'ka vdek, asnjë non s'ka vdek, hapësina për 150 metrash, 7 kreveta. Mesatarja e lindjeve ditore është 37. Do të thot, nona ka ardhë 2 orë, s'ka dorë të minë, sa konë tjetra të prit. Kanë ardhë me gjendje shumë të rënë shëndetësore, kanë dalë si ku mësë më pakon s'mot kur. Kur i pyetshim, theke, Zoti ban mrekulli. A është të vërtet, tasha për keq ardhje, ndash së ndash kur du shkon në për spitalet në ndryshme, ka lloj smuni se vdesin fëmijë, vdesin nonët, për çështjet të shëndetit të tyre, ta quajnë gjatë lindjes e tjetër. Mrekullia ka ndodhur që asnjë fëmijë kajtën shnosh e mirë. Bile shumë fëmijë sot që janë në përfunksionat të ndryshme, ka dzoj nonët të nësi ka lind aty në maternitet, edhe o bon një mrekulli e veçantë, pra është një vepër e veçantë. Pra erdhëm te ky vit, kur gjithë që ka ndodhur nga Kosova, apo ka pas rajon specifika
kanë qenë kryesisht rajoni Prishtinës për shkak të afërsisë apo? Mjekët e ki fjollin. Jo, lindjet që kanë qenë. Lindjet kanë qenë për këtë Kosovës. E kjo, po. E sepse një kohë shkurt ka qenë spitali rajonal i Gjakovës, që ka qenë pak monash prej pushtetit se nuk e kanë hetu fort, e ata kanë bon shërbime, kanë shku njerëzit në mënyra ndryshme, kanë kry lind, shërbime, kanë kry shërbime. po. Por dikur e bllokun të gjitha për këtë Kosovës. Unë kam një rast që ndoshta duhet me përmend, ishte në malet Berishës. Këtu kam dërguar ndihmë, edhe më ka ardhur një familjar prej Urllatit, familjes Mbytyqi, edhe ma kërkon që gruan e vet me prunë në maternitet, na nuk ishim të drejtë me prunë sepse ishim në konvoje, ishim në kontrolla të rrepta policore. E kam pyet konvoj lidehen që kisha një danez, në atëherë, sepse me bashkinë ndërkombëtare, e shpjegoj edhe këtë aktivitet, po du me qashtë aktina, kina pranohë, kina marrë, më pranoj edhe danezi si konvoj lider, sepse ishte gruaja hazër me vdek. E kemi prunë, nuk mundesh me marrë me men si e kam qut të spitali, të materniteti, për 10 minuta. Kalin 2 djemë sot fëmija në gjallë. Jemi të fort vitin 95, 96. Prej maleve të Berishës në maternitet në maternitet në Prishtinë. E qumë. Te shtëpia e Shaban Sfircës materniteti. Sot materniteti është në mbrojtje të shtetit, është institucion i ruajtur për vizitorë të ndryshëm, sepse janë të rujtme. Gjitha tavolinat, karrikat, shtretnit, çdo gjë është e rujtme, është e konservuar dhe për fat mirë vitin që shkoj me kërkesën time, ish presidentja e Kosovës, ja ka dhënë një mirënjohje të veçantë Shaban Sfircës për kontributin e tij dhënë në këtë drejtim. Tash jemi qëtu pra halojna paralukte. Po. Me kur ka kris pushka parë në Likoshan dhe Qirez, ne si shoqat u dasht me nrru pak strategjin, sepse filluan gjvendosjet e mbrëmshme. Ta quajmë popullata prej Drenice ka mërgu vend të ndryshme, qendër e këtij rajoni u bën Vushtria. E rajonit të Mitrovicës, po. 02-shet që sot e njohim. Po, si 02-shet, po ka ardhur pjesa prej Mitrovicës e prej Skënderajit të Bedron, malet e Qiqavicës, plus shtabi aty në Qirez e tjera kanë migruar në Vushtri. Ata që s'kan mujt me në Vushtri, kanë në për malet të ndryshme. Vushtria ka vepruar për ta. Pra na ndrum strategjin. Dikun mos me gabuvish një 50.000 vetë, Vushtria i ka pas strehum në vend vetin, çdo banor nga një, dhe aktiviteti më shku në për pikat e tjera përmes malet e Qiqavicës, me donë Skënderaj, Ndërnas e tjera. Pra, për një kohë shkurt, kur krishti si kjo luftë, ndodhe një fenomen se tash studentat që ishin të asaj pjese, studentat, nuk kishin mundësi as më me shku në shtëpi vet, sepse i legjitimojshin ku të shku, më të shku në Drenas, u dike Shkagjan. 4.000 studenta janë ushqy përmes rrjetit të gjelltorëve të Prishtinës, 13 gjelltore, që ne i kina kontraktu me kanë i shujt të ngrot për studentat falë. Donator ka qenë Karitasi Vjenës me këtë rjetin e Karitaseve Evropiane, që 13 që ta përmena. 4.000 studenta të rajoneve 02-shet kryesisht, po edhe vendeve tjera. Edhe vend tjerë si studenta. Studentë që kanë qenë Prishtinë. Kanë qenë Prishtinë, edhe nga pa mundësia më shku në shtëpi vet, o dasht me ne tup edhe shka me hongër. Dhe shujta ditore jemi të ditora, çdo ditë një shujt ditore. Ditor, po. Derisa e kanë pas një familje caktuar, kush e ka bo shujtën? Shujta jo kanë shku në gjelltore, kanë hongër bukë të gjelltore, familjare që ngon ato. Gjelltoret janë konë sukur se dhe në private. Sot që janë? Që ato 13. Qarë, në gjelltoret egzistuse. E gjelltoret egzistuse. Na kina lidhë marveshë. Marveshë kanë shku njerës kanë hongër. Shta njerës kanë shku bujtë, ata bonin edhe kina kry punë. Kanë shpëtu studentat. 4.000 vetë. Kjo ka ndodhë në kur filloj me një të tërë kujtohet protesta madhe e studentave. U lidhën gjonat. Protesta, fillimi lufta sanej edhe studentat. Pra, zotë Shola, jam qëllimisht të elon ty ma shumë me folë që kjo është ideja, e unë ma pak, e unë veç me një mu pak me zbërthy historinë. E njësëm me themelimin, e njësëm me mënyrën e le themi fushave të para dhe veprimtaria. Por,
pi thom ndërkombëtarizimi, se po kom që me që ashtu se ndërkombëtarizim është kur i kena marrë fondet e para nga Caritasi i Vjenës që përmende, edhe pas Vjenës ajo zbërthehet më shumë edhe në Amerikë. Kalumte jashtëzakonshme kjo historia te shëndetësia, ndomja që ka ndodhur e deri te fillimi i luftës edhe kjo ndihma me kuzhina edhe ndihma. Pastaj him fazën e asoj që është lufta zyrtare që më pastaj këtu cila ka qenë foshvëm të rrethona në tash ka gjë interesant. Në këtë sferë 58 donatorë nga gjithë bota erdhën në Kosovë. Erdhën. Në vitet 98. Prej 90 deri në 97. Okej. Se filloi lufta në 97. Dhe në atë moment ka qenë një vizitë e Sadat Augatës në Kosovë dhe kanë kërku presidenti Irgova ka qenë shumë i kthjellët në koordinim të punëve. Ko tham i kthjellët, s'më do të thonë kthjellët, po ka qenë shumë mirë i avancuar. Çdo problem si ishte humanitar, ai ka deleguar. Çdo problem që ka qenë mbrojtje në detat njeriut, ai ka deleguar. Dhe ne çdo javë kemi raportu ne në aspektin humanitar, këshilli në aspektin e mbrojtjeve. Ai kur ka dalë çdo të premte në intervistë me ka pasur gjithashtu sakta. Një shuplak nëse ka ndodhur dikun, ai ka pas të evidentuar. Një ndihmë që kena bënë dikujt ai ka pas të evidentuar. Pra një koordinim i mrekullueshëm. E ta përmeni këtë Sadat Augatën sepse erdhë me vizitu Kosovën se ne e bënëm alarm. Tharëm jemi afër katastrofës humanitare. E qartë. Dhe aja ka ardhur në Kosovë te presidenti ka thonë për me kalu për një vizitë me banë. Në teren, me ne presidenti ka dërgu të na, ka dërgu njerëz të vetë, kuptohet, edhe na i na organizu. Kemi shku 2 orë para se më shku për një me Sadat Augatën në xhamin e Qerezit në Skënderaj. Nuk mundesh me marrë me men, kur kemi hinë xhami, njerëzit jo me ka një katë me fëmijë, po 3 katë. Fëmijë. Se nuk i nxajke. Shumë njerëz se pri frigës mu bë me dal jashtë, kriske pushka. Edhe shku mi ju tham aty, shiqoni, na kena marrë shumë shpejt me delegacionin botnor, ju kishim lut se vinta pushtetit ty në thonë dilni se s'keni mos tutja ne kënej, mos luni. Na kanë sa më shumë me ne. Me po. Edhe ka ndodhur momenti i vizitës bashkë ashtu që e keni menduar. Që kena menduar, nuk ta merr mendja zotin qitë që na çojnë. Para mendo. Edhe na erdhëm, i morëm shkum atje, policisë kishin pa shku kur kanë bon njoftimin si shkum, janë largu, normal, se në përsjellë ndërkombëtar. 13 agjencione ndërkombëtar kanë qenë ditë institucionet. Kur kemi himra nda, veç e kam sjell derën, unë e kam ditë citatën. Çish është citat? Çish është, veç e ka qenë këtu. Au, ka o drell, që më thonë, o drill. Prej ati momenti, aja o këthy dhe ka shpall katastrofë humanitare. E ka ndryshu totalisht qasjen. Total qasjen. Në cilin vetë, zote? 97. 97. Në xhamin e Qerezit në Skënderaj. Në Skënderaj, tasha Polac, nuk ditë. Po, në xhamin e Qerezit. Në xhamin e Qerezit. Një xhami jo fort të madhe, e vogël, e vjetër, po i nxoni 3-4 shpirta, nuk di as vetë kur rrishin ata njerëz. Po kjo është historia, historinë veti. Na që ata e pritshim që kur shpallet katastrofë humanitare, këtë bota vjen. Me të madhe nuk janë bërë as 1 muaj ditë, ka programi botnor i ushqimit, Komerciati i lartë për refugjat dhe këtë institucionet tash të kombeve të bashkuara. Jam zënë Kosovës. Na mrenim sellimin. Pra jo, se këto ishin pasojat e represionit që ndodhen, kjo vetëm u dokumentu. Se dokumentu, se ta kanë qenë mjeshtër të skenave. Po, absolutisht. Mi kamuflu. Por na e kena hetu këtë punë me kujdes, edhe aja ka, etash, dashta me tërgusin maternitet, Eliot Engelli ka qenë personalisht. Personi që kur e kena, ashtë në foto këtu, kur ka bo hapin, sepse klubi shqiptar-amerikan atje i bleu pajisjet e i prunën për ne falë. Gjitha pajisjet dhe Eliot Engelli që atë senatori Amerikës, personalisht e ka bon hapen e këti maternitet. Pra, erdhëm të një situatë shumë e randë, ku tash, si pasoj e këtyneve luftës e gjitha gjanave dikun 98-ën, i kishim dikun 890.000, 900.000 të zhvendosur. Po. Në këtë Kosovën.
Ma e madhja e zhvendose ka ndodhë në Isniq, dikun 100.000 vetë, në Pagarush të Marishevës dikun 70.000 vetë, dhe në Bellopoj, kënej ka shkojsh për Orlan, 60.000 shpirta. Po t'i përmeni këto, në malit e Berishës, ku ishtë Radio Kosova e Lirë, që pi përshëndesën këtë rast, ata gjithmonë kanë qenë lajme të ndryshme të na të ti për cilë se shkanë të ndo, 17.000 shpirta kanë qenë të vendosën në për proje, i thojna ku bjen ujë, se malit e Berishës janë të njoftme si vend ku rjell ujtë, përçë e ka e në kish në reka, për ishë së fjallë është, s'ka lidhë se është lumë. Dhe të ashtë një fenomen shumë e veçantë, 17.000 shpirta, 3 gjenerata njerëzish. Të moshuarit ishin mbledh anash, kishin bon si lojstani, edhe pishin dohan të bon lafe, ta manë si më konë sot burau. Gratë ishin mbledh me një vend tjetër, e ne ja u dërgum shporeta, mil, vaj, ushqim. Me bo 100 shporeta i kena dërgu. Edhe i shkepen ata në përman me bo buk. Me bo bukën. Fëmija, gjenerata ta qujmë 15-20 vjeç në shpërndamje. Nuk e këshyrë këkuan familja vetë, po ku me mritë të cili do tjetë nevoja. Fëmija vëgjër kretë e kriju një ambjent lushin me lodra, me konopa, me sene, do thotë... Me lodra të kohës? Të kohës vetë, në ambjent lufte, në ambjent të tjilë. Pra, këto janë që ato diska rrethona që në pika të shkurtra, sepse ka shumë gjare që cilët une si personet mitë që kanë qenë, s'kena mujtë pëmërinj aktivistët e minë në për degën në degë, kanë ngjarje të ndryshme, por që sot për atër i falenderojmë me zemrë, me shpirë që e kanë majtë. E kanë majtë popën. Pa e përmend 2 elemente, zoti Shala, pasaj për me shku të kjo pjesa e pas luftës rëndërtime dhe ku jemi sot, se jemi edhe të shku të para lufta, sepse programi botnori ushqimit, në atë kohë, pruni vendim, me shpërnda 17 kg ushqim për person në Kosovë. Në vitin 99 tash me të folë. Tash në të folë 99. Por nëse i referohemi periodës luftës, atë edhe spjegojmë qartë në luftës, sepse para se mu nis lufta me 24 mars, me programin botnor ushqimit për 900.000 vetë, i shpërndajtë... Të shpëndosur brenda teritorit. Na i shpërndajtë ndihmat me 15 mars. Konvoj funit. 99. Po e qartë. Pak e ishte, alo, bombardim. Po e qartë. Rreth 20.000 ton. 20.000 tonin atë folë, ose 20 milion kilogram ushqim shku në teren. Kjo erdhe nga OKB-ja, erdhe nga programi botnor i ushqimit. Po e qartë. Institucionet po e ndërkombëtar, e qartë. Me 6 implementues ndërkombëtar, mersi korpi Sërja Ajire, shumë institucione këtë ndërkombëtare. Mjek të botës, mjek pa kufishin aspekti shëndetësor. Në të folë tek që kjo situata keqe. Dhe kur e kena llogarit, qatë mas ushqimit janë 20.000 ton. Aja është sasi. Nuk ka mbet depo pa u mush. Bili për kurrështje edhe shtabi në Drenas, tash nuk i dihet majet pjesë ku ka qenë Suliman Selimi në shtab, ne i kemi majt kuzhinën ushtaroke. Në atëres. Edhe ambulantën ushtaroke në Bajin, se kemi pas poshtë, shtëpin edhe qerdhe ato dhe ushqimorën e kemi pas atje. Pra, që ato ndima, si u shpëndan për Likovcë, në Stahara, janë sa ka qenë në shtape, atje kam, si s'kenë shumë mirë se kam pas Shaban Shalën, aktivistin tem, shqatës në Antareze, që ka qenë në shoqat, ka kalu në këshillë për mbrojtjen e drejtave, masa ne ka dalë atje, edhe na met lidhja shoqënore, edhe kemi ndihmu ton kohë, sepse atje aty kanë shku, janë përgatit njerëzit më shku me u armatos. E kam edhe një skenë shumë veçantë nëse kam kohë pak me ta shpjegu këtë, kur nuk e muj me harru, kanë qenë një vajzë si zavendse e Shapanit, që bajt ke përgatitjen e fëmijëve më shku për mu armatos. Dhe në atë pjesë, Likovcit, në ditë kur kam shkune me 18 kamiona shlipera, që bjen mbi 400 ton. Ndima, për atë popullsi, ne ja kemi nda ushtërisë, 20%. Që qasti material? Po i kemi thonë, është për ju. Pjesa tjetër është për familjar të ju. E tash për shpjegoj. Kishin ardhur 2 autobusa pa tabela, prima Lishevës.
me shku fëmija, kam vret fëmijë sot për atë rësjep, se shka ka ndodhë, fëmija pri bankave, ka ndodhë, pak puc, i pa veshun, i pa mathun, ka shku për me u armatos, me hyp në autobus, me përcjell me ra poshtë Malesher, për Maleshes, me shku të Ramushi, prej aty të me shku në Shqipëri mu armatos, me ka 2 javë, 3 javë ditë. Shka ndodhi, aja i rështoj, fëmijë që kishin shku. Ajo vajza. Sa detës, nuk ja djemin, e kam me lyp, s'kam qare pa gjithë atë njeri, se ishte kiste pas disiplin. Ajo në zonën operative të Drenicës. Po, Sa dete, Likopc. Edhe me emën, u mushën 2 autobusa. Këta që metën pa hyma në kajshin. Shka keni se unë po du më armatos, du me luftu, pse s'ka ven për mu? S'kish ven, u mushën autobusat, 2 autobusat. Autobusi, vullnetar, rini, fëmi me shku me u armatos. Nantën. Pak kriz. Pak kriz. Lufta bombardimi. Pa vendos të rëmbuje tjera. Pra, një element shumë i madh, që shumë mire ka menaxhuar të Shaban Shale ndjeri, por që i kam vrejt një mobilizim të hatashëm të asaj kohë. Për këtë arsye do të kam qatë që gjare të asfirgohë. Po mjenë shumë mirë, zotë Shala, përmes këtij diskutimi, intervistë, unë po mundohem me nxjerr sa më shumë, sepse e thash fillim, qëllimi krejt saj është që na me dokumentu, që na me tregu, që na me po historinë, rolin, rëndësinë e nënës Teresë që ka qenë e jashtëzakonshme, edhe mbos këtij rrëfimi që jetë të tregu. Është jashtëzakonshëm, sepse kjo po tregon të gjitha etapat të cilat jo ne edhe dorën zamër shpejt po harrojmë. Po harrojmë, historia nuk duhet të harrohet. Dhe 99-ta lufta me që të ndim si i qumë na për 900.000 vetë, 1 milion shqiptar shkun jashtë. Ata shka metën tonë, 2 muaj ditë janë ushqy. Me që të ndim si që metën tonë. 20 do më thonë ajo, nëse po flasim prej majt, dhe në qershor ushty. Na do thot me 15 mars i kam bosh shpëndame, me 24 filloj bombardimi. Që i bjen prill, maj, gati dhe në qershor. Dhe në qershor. Nisën muj me thonë, tash mas jam këthy, aktivista më kanë kallzu. Me pa vazhdu lufta, veç edhe 2 javë. Para me da. Kish me furnizim, s'ka pas furnizim a. Vdekje masive. Kanë mujtë me ndodhë vdekje masive. Sepse ka qenë hargju rezervat. Hargjun që ato 20.000 ton, 900.000 vetë, ka 17 logaritë tash, ton a janë dim se i ka shku, aty janë ushqy popullsia, ushtria, zhvendosit e tjera aktivistat e mi kanë dhënë provimin historik në atë vend, por bashkëpunimi, po të kalzoj me UÇK-n, ka qenë nivel më të lartë. Ka qenë një nivel i shkëlqyshëm. Do më thonë bashkëpunimi me UÇK-n ka qenë në nivelin e lartë. Lartë, sepse ne na morë vesh me ta. 20% ndima që e kena qenë në për çdo konvoje, në për 243 pika, këtë Kosovën si kena shku, si konvoje, si të thash, në Likopc, 20% që ka shku për ushtrinë. Pra, ka pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm për me ditë që është gjendja, ku janë nevojat, ku janë kërkesat. Tjetra, kur kam shku në Likopc, në me 18 kamiona kush mish praz, janë mbledh 400 ushtari, kanë hek teshat në shokër përpjet pa veshje, edhe kanë bosh praz. Kretë fshati, kretë depët, kretë çka ka pas në fshat, u moshën. Do të unë s'kam mujt fizikisht, as aktivist ka shka me ba. Kjo është ai momenti nështë që është më e rëndësishëm që ka ndodhur gjatë luftës. Shumë e rëndësishëm. Ky momenti 20 tonëve të ushqimit. Kjo është momenti 20.000 ton. 20.000 ton. 20.000 ton ushqim që u shpëndo para fillimit bombardimeve. Kjo kom për territorin e Kosovës, po kryesisht te zonat që kanë më të prekura. Amo na për fat e kena pas planin mujor që i kishim zhvendosin këtë Kosovën dhe e realizum. Me 15 mars e realizum. Po. E shpërndajtim 20.000 ton këtë Kosovën, e preqim tash si çka po ndodh, apo në shkut, apo në shkut, apo bombardot, por ndryshe nëse vazhdoj këtë situata, vike muj tjetër, tjera. Qysh e gjeti pastaj pas bombardimet natës dhe rikthimit, qysh e gjetën në Teresë shoqatën dhe qyshu cilat pastaj ka qenë roli dhe misioni i saj. Që po të kallëzoj shumë bukur. Nuk ka ndodhur në histori, s'kave nuk mundesh me lexu, që bëhet një kthim kaq masiv. 1 milion vetë me u kthy në Kosovë për 2 javë. Rekord. Pse po thënë? Me 16 gusht, 99,
aktivistat e mi në këtë Kosovë kemi bën regjistrimin e popullsisë. E kam dokumentin. 1.680.000 banori ka pas Kosova me 16 gusht. 1.680.000. Numër. Prej që ati numri, programi botnori ushqimit, Komerciati i lartë për refugjate, këtë donator që erdhen prapë në Kosovë, vendosen 80% popullsisë me undimu, që i bie 1.260.000 vetë. Përsine. Ne e banëm planën e shpëndamjes, për në këtë Kosovës, i kina reaktivizu degën njerëzit vullnet mirë, dhe kina fillu gusht dhjetor, natë, çdo muaj janë shpërndon ndihma për 1.260.000 vetë. Këtë teritorin Kosovë, Kjo është numër. E mojman unë këto? E di, sakt, na jena gjenerata që këto e këna përjetu. Përpandaj unë e thash, këta të paspollës pavarësisë nuk e din këto. Këta të 99 tuti në kontri nuk e mojnë me këto. Këta nëse duhen me po di histori, unë të kallëzova së shpejti jam përfundim. Po, çka ka mendohet tash, sepse po shkojmë ka pjesa e fundit, e jashtëzakonshme kjo që a diskutum, po sot, ku është Nana Terezë sot, edhe çfarë ku bën? Është interesant pak minuta me t'i harxhit jo shumë mas luftës, te marë parasysh se Nana Terezë është personi paqe, se mirë kuptimit të lëndës, ne jemi të parët si institucion humanitar që kemi shpreh vullnetin me bashkëpunu me Serbinë, me institucione jo qeveritare. Është projekti dialogut civil Kosovë-Serbi. 2000 e din fort mirë. E kena formu grupet, mediat, rinia dhe gratë. Sot dhe kësaj dite, tash në shtem put, mediat Kosovë-Serbi kanë bashkëpunu, për asaj kohe. Rinia kanë bon programet të ndryshme, gratë kanë bon programet të ndryshme, janë ato gratë në Zeza e tjera, Natasha kanë shoqatat e personave tjera janë personat zhdukët dhe ka pas bashkëpunime, e di. Do të thot, aja ka vazhdu. Kemi fillu tash me zhvillim, sepse rindërtime, zhvillime, 126.000 shtëpi në Kosovë kanë qenë të shkatrume. 30% e Kosovës ka qenë e djegme, e shkatrume. Dhe ne e banëm evidentimin e ty në paralel me evidencën e popullsisë që ta përmena, kina bo evidentimin edhe të shpive të djegona. 123.000 shtëpi, na e kina dhonë institucioneve të përkohshme që nisën mu kriju në Kosovë atëre, edhe nuk kanë pas nevoja ta me hulimtu. 80.000 kafsh në Kosovë janë konë të shkatrume, si i kanë pre, i kanë gri, i kanë lanë rrugëve, i kanë shfrytzu për mish, e tjera. 60.000 hektar pyje, mole, fusha, grun, kalamaj, shka gjdo pasunis, e kanë djegë. E kanë shkatru, jenë mënu me kallë, pri natës e panë që jenë të hupë, edhe thujnë kalli... Në momentet e fundit kallë e ketë. Kallë e ketë, kalli mas mrami, që të shkelë ma shumë të kënë është kafoni. Dhe fillum të ashtë kitë periodën, edhe më morëm me qarte. Zhvillimore, për familjet, mjumë, si thujnë, në gjuhën e humanitetit. Në nevoj, mjë ndihmu, më ndërtem. Jo mi dhonë peshë, për më mësu me nëzonë peshë. Ishte pasaj edhe në anaceri në Kosovë. Me anaceri, erdhen... Me organizatat të ndryshme, të shumëte. Me shatorat e famshme, me vendose në ushqime në pakën. 218 shtëpi i kam ndërtu si shoqat Nana Terezë. 218? 208 i kam ndërtu shoqata Nana Terezë Zvicrës. Për ishtë në 208. Normalisht, se këto tjera i kanë ndërtu donator të ndryshëm për mes institucionet komunale, shtetet të formun, institucionet, edhe me 36.2002, kur ka përfundu perioda emergjence, se filloj për 99-ës, 231.000 familje kanë pas në evidencë, qitë dokumentacion ja kam dhonë Departament të Mirëqenjes Sociale nivel shtetit si dhurat, që ata me fillu punë në nivel shtetnor, mësë me pas nevojë me dalë me... E di që kena me pas shumë kohë, për shkak që e kom presionin të koha, një diskutim jashtëzakonshëm. Tash, po du me përmbyll me një të shkurt, e di që kishëm pas mundësi alo me diskutu, edhe do të kemi në të. Këtë vetë, jo, shoqata Nana Terezë shënon 36. Më falë, 36. E kina pas me 10 maj. Çfarë ka mendodhë në këtë periudhë, edhe për përbyllëm e këtë vetë, për kundër aktiviteteve që i kamë me programet të ndryshme, nështë herë tjera, spjegoj se shkane të bosin ato punu. Tash, shumë njerëz kanë pyet ku ka dokumentacion shoqata me dokumentu me pa gjenerata të reja. Ne kena pa bo një lloj publikimin 2000-shën. 2005-ën një aktivitet 10-15 qeqor. Me iniciative në ti me qenë së unë jam ndër themelus të shoqatës Nana Terezë atëre, kam mendu pak ma ndryshe.
dhe si vjet në kuadër të ditëve të përkujtimit nënës të re që bën çdo vit 26 gusht, 5 shtator do të bëhet promovimi i monografisë Humaniteti në vepër 35 vite veprim. Bashk autor jam vetë me një Gjon Berishën, doktor i Institutit Historisë, që ka me qenë një dokumentacion i mirë, i lexueshëm për gjitha gjeneratat me pa se si ka ndodhur një mrekulli e tillë. Mesën e tyre, mos shpëton edhe kjo, 113 dëshmorë të humanitetit janë të vrarë me bukë në dorë. Vullnetor të nënës së re. 113, 40 zhdukun. E të rajonit tjerë. Në rastin më të rëndë kam në Damanek të Malisheves, 3, në traktor. Me traktor i kanë gjujt, i kanë shkatru e tjera. Do tjetë kaptin e veçantë kuadrit libris, Martirët e humanitetit, është titulli tyne që do jashtëzakonisht do ta përcjellim me shumë vëmendje, do ta përcjellim edhe këtë përvjetor të rëndësishëm e jashtëzakonshme. Unë të falenderoj shumë zoti Zef Shala për dhënien e të gjitha këtyre informatave, ku do të kisha pas shef në një të ardhmen të afërt ta zbërthejmë edhe pak më shumë pjesën e dytë të asaj që është le të themi pjesa e dytë dhe roli i shoqatës Nëna Terezë. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi, jam disponimin sa ende kam memorien që mund të jashtëzakonshme. Jam disponimin ju, ishte kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithëve stafit juaj, anë kanë ku do të jeni. Faleminderit shumë, shikues të nderuar, ishim me drejtorin e shoqatës Nëna Terezë, Zef Shala. Shihemi në përballë podcast tjetër të radhës.